Atëre, sot do bëj qofte me qiqra. Veten time për punë. Ikim dhe ngrim të gjitha. Ja goca, këto janë qofte që bëra unë me qiqra. Këtu i kam ngrirë. Njëra me i ku mbërdhe. I kam shplare, nuk i kam lënë me ujnë e kavanoz. I kam hedhur gjysmë qepe. Një karot. Edhe i kam hedhur një fet tono. Edhe bukë të grirë, pangratato, që i thonë këtu në Itali. I kam shtuar dhe kripën, djathin e grirë. Edhe një kokër vezë. Se veza e lithat aja. Edhe qumshin e sojës. E kam ngrirë. Edhe ja si duhet të vi. Kështu. Dhe e kam bërë kështu. Në fillim e nisa të bëja tip qofte të hapur, por nuk më pëlqeu dhe pastaj i bëra kështu të gjitha të rrumbullakta. I kam hedhur vetëm pak vaj ulliri, nuk i kam skuqur, vetëm thjesht sa i poqa pak, si që shikoni, me gas të ullët. I kam dhënë atë se ti pjekje, se nuk doja t'i bëja të skuqur. Edhe ja ku janë gati, që po i vendos të kupa për t'i marrë nesër në punë. Të ngrota sikur s'më pëlqyen aq, po kur uftuan pastaj kishin atë shijen e qepës, nuk e di, në fillim më ngjajti sikur ajo shije e qepës bashkë me këto qiqrat, sikur më kurse këto janë polpetat, themi qofte që bëra une me qeqi, qiqra i thonë Shqipërit. I kam hedhur brenda qep, karot, qiqrat, një nga ato dhazët. I kam hedhur bukë të grirë, shumë pak dhe pak fare qumës soje, krip normal, rigon, edhe urdhër plur. Dhe i kam dalë nene. Këto do t'janë nesër në dreket.